e qytetarëve sepse mjaftueshëm e tregon edhe rasti në Dolc të Klinës, do të thotë rruga, ku për shkak të disa mosvendosjes shiritave dhe lajmëruesve që aty rruga përfundon, ka pas edhe rast me vdekje. A duhet gjithmonë, do të thotë, me ra shtylla në abort të njerëzit, e mandena kur bjen shtylla, kur bohen të lashet, me u qu edhe me ardhë mi rregullu problemet. Diona, duket që kjo pra që ta qartësojmë. Po, Diona, duket që pra kjo gjendje e shtyllës pikërisht vije pas ndërhyrjeve që kanë bërë për rregullimin e rrugës. Pra është përkecuar dhe është lëvizur bazamenti i shtyllës për shkak të ndërhyrjeve, gjë e cila duhet patjetër canohet, do të ketë kujdes kur bëhet fjalë për raste të tilla, sepse është shqetësuese me po. Sepse është këtu një shtëpi e cila rrezikohet që ky bander t'i bie në oborin e shtëpisë. Edhe në pamje nuk po i qes art, po ka kanë 2 fëmijë të vegjël, të bukur, hej zot, mirëmëngjesi. Edhe tjetra, kjo rrugë ardh kemi qenë edhe një herë, por problemi ka qenë diku tjetër. Kjo rrugë vazhdon të mos rregullohet, vazhdon ende të jetë e njëjtë. Edhe pak dërgoj ka drut, se pas ka ardhur edhe sezoni druve, kush do ndrulet vjen në Llukor, na që s'kena klima. Edhe është problem i vazhdueshëm edhe shkon rruga shumë gjatë. Unë nuk e di më saktësisht se sa i ka prej këtujt kur jam unë, deri në fillim edhe në fund të rrugës, por që ata që e frekuentojnë këtë rrugë për ditë e shohin që ka problem shumë të madh, edhe vlen ceket që prapa as trotuare, as ndriçim se si duhet, as vend ku për me i lon veturat nuk ka në këtë pjesë të Llukorit, edhe prapë thom Marta që shoferët të kenë kujdes, ju kisha lut kur të vinë ka kjo rrugë, se po paska ka edhe shumë fëmijë që i po bashkë me Lorentin, që po shkojnë shkollë edhe dalin edhe